والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Imam Ahmedi në librin e tij Al-Musnad dhe të tjerët se Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu në njërin nga duat e tij të bukura e thoshte edhe këtë dua: Allahumma inni es'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa muwafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. O Allah, të lusë që të më japësh imanin, besimin, i cili nuk kthehet mbrapa, dhe të më japësh të mirën e cila nuk përfundon, dhe të më japësh mundësinë që ta shoqëroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin e lartë ose në lartësinë e xhenetit të përjetësisë. Në realitet kjo fjalë e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu ndërlidhet me një rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë pejgamberi sallallahu me Abu Bekrin dhe Omerin, kanë shkuar në xhami, dhe Abdullah ibn Mesudi ka qenë duke u fal. Pastaj përderisa ai ka qenë duke u fal, thot Abdullah ibn Mesudi ka arrit dikun ka ajeti 100 i surës An-Nisa dhe ka filluar me bu këtë dua. Që dua çka e thash unë tash. Pastaj Abu Bekri dhe Omeri e kanë një pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të i thonë prej largit, përderisa Abdullah ibn Mesudi ka qenë duke u fal, të i thonën sel tu'ta. Disa herë. Pyet se kam me të përgjigj, kam me të arë përgjigja, kam me të pranu pyetja. Pyet lutë Zotin se kam me të pranu lutja. Dhe kur e dëgjon kështu Abu Bekri, pasi që kryhet ky mezhlisi, shkon shpejtas te Abdullah ibn Mesudi dhe e pyet dhe i thot cila ka qenë ajo duaja që ti e ke bë se kum një pejgamberin të thonën lutu se kam me të pranu lutja. Dhe pastaj aja tregon që dua që e lexuam këtu. Omeri po ashtu shkon pas Abu Bekrit, shkon te Abdullah ibn Mesudi dhe me përgëzu që pejgamberi ja ka thonë këtë nder përmes kësaj fjale, këtë përgëzim. Po pasi që ka shku aty ka mri, ka po që Abu Bekri e ka kry para tij. Edhe i ka thonë Abu Bekrit, ka thonë nuk jena shtyn diçka vetë se ti ke qenë garusi edhe fitusi i parë në çdo garë. Dhe pastaj Abdullah ibn Mesudi ja tregon këtyre që dua. Dhe thot Abdullah ibn Mesudi me një transmetim tjetër, thot që këtë dua nuk ka namaz gati që e përfundoj vetë se e bëj këtë dua. Me një transmetim tjetër thot nuk ka vend që unë e shpresoj që pranohet lutja vetë se e bëj këtë dua. Normalisht kjo është për duave përmbledhëse, pasi që është edhe këshilla e fundit e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, këshilla e 30 prej qindra këshillave të tij, normalisht, pasi që e kemi treguar se është një prej sahabive që ka lënë më shumë ti fjalë mas Omerit radhiyallahu anhu dhe Aliut. Një prej sahabive që ka lënë më shumë ti fjalë, ndoshta në 500 e parë, se 10 nuk e dija më mirë një prej sahabëve, po në 500 e parë janë këta tre, dhe ndoshta edhe Abdullah ibn Omeri, edhe ndoshta edhe Aisha radhiyallahu anha, ose ndoshta janë aty edhe Abu Bekri deri diku. Por që ato për atyre që nërruj fjalë, mas shumë ti ka qenë Omeri, Aliu radhiyallahu anhu dhe Abdullah ibn Mesudi. Për tre top 3 të parë. E kjo është lutja që e ka bëu Abdullah ibn Mesudi në këtë rast dhe ka zgjedhur këtë fjalë në këtë formë, edhe pse ka shumë lutja Abdullah ibn Mesudi. Domthon ka shumë dua që i nini tash edhe në për
kunute në për taravi që i nini si të bënë tokat arabe që janë tekstualisht dua të Abdullah ibn Mesudit, radhiyallahu anhu. Kjo dua dashullazni i përmbledh 3 gjëra që janë secila përmend fjalin veti, secila prej tyre është si më thonë, është mision i secilit prej besimtarëve. E para është imani. Imani i cili nuk lëkundet, nuk zbrapset, nuk kthehet mbrapa. O Allah, të lutim na jepësh imanin ose një iman i cili nuk kthehet mbrapa. Nuk del në herezi, nuk largohet prej zemrës. Normalisht kur e nin këtë dua për Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, ndoshta dikush prej neve mendon se kjo ka qenë vetëm si më thon diçka nafile, që ai ka pas shef me bo, se në realitet nuk ka dyshu Abdullah ibn Mesudi vetveten e vet. Normalisht sahabët s'kan dyshu në imanin e tyre, po kanë dyshu apo ju mbetet që ky iman deri në fund apo jo. Ky ka qenë dyshimi. Po këtë arsye e kemi dëgjuar për fjalët e Abdullah ibn Mesudit, edhe pse se kena shpjegu. Ai rasti kur i ka thonë ai personi që unë kam qef me qenë prej personave që i pët libri në dorën e djathtë, po ma shumë që pas qef me qenë për atyne që janë afër Zotit, me al-muqarrabin. Abdullah ibn Mesudi ka thonë, po veç ashtu një njeri qëtu me ty, që i ka qef që këtë desi mos më në gjallë heq. Se ka këtë gallën tonë. Jo qaj do më thonë ka dyshu në rinjallin, ose po këto janë momente caktume që shokët e pejgamberit s.a.s. e kanë tregu një farë ndjenje pak më ndryshe ka shi Allahut prej atyre gjërave që ose rasteve që na i na mësuar me i dëgju. Edhe Abdullah ibn Mesudi pikën e parë që e ka potencuar këtë dua është Allahu mi harujt imanin. Mi harujt imanin. Nga sa ato i kanë një fjalë të pejgamberit s.a.s. që i ka kushtu kujdes të madh ruajtjes së imanit. Pejgamberi ka thonë ka me pas fitne që kanë me qenë sikur natët e zeza, sikur natët e errta, në cilën muslimani gëzgjohet si musliman e gryset si jo musliman. Gryset si musliman e zgjohet si jo musliman. Pejgamberi ka thonë që kanë me ardhur të ditë, sahabët kanë menuar që ky rrezik është permanent edhe për kohën e tyre. Po këtë arsye kur ka folur pejgamberi për Dejjalin, sahabët kanë menuar që kanë, se kjo është ditën e fundit, para se me ndodh kiameti. Disa prej sahabive kanë menuar që çaj personi që kam i thonë Dejjalli që ti je Dejjalli, edhe s'kam ju luhat imani hiç, kush ka me qenë? Abdullah ibn Umeri. Do vonë to kam menuar që çto kanë mi përjetu, kam menduar që kjo në kohën e tyre. Qështu i kam përjetuar. Jo me thonë, hajtë se kjo është para kiametit ku me ditë kur ndodh. E njëjtë dashullazni edhe kjo fjalë e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu. I ka një çdo fjalë për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka marrë me zemër, i ka marrë seriozisht. Edhe u shtutën që a thu, a ka me nejt me iman deri në fund apo jo. Këtë tutë kanë pas shpesh edhe dietarë të hershëm, edhe të vonshëm. Imam Dhahabiu kur fol për veti, kallëzon thot, domthonjë Imam Dhahabiu, jo besoj e keni dëgju, ka shkruar deri në kohën e vet historinë e këtë muslimanëve, që kanë qenë me ndikim, këtë dietarëve, shkrimtarëve, poetëve, që kanë qenë me ndikim pejgamberit deri te koha e vet. Sira Alamun Nubala edhe librin tjetër Tarikhul Islam. Kur ka ardhur me përkthy për veten, ka kallëzuar thot filoni emrin e vet. Thot, ka disa libra që i ka shkru, njerëzit folin mirë për ato libra, po realitet nuk janë çashtu që shtojnë ata, kurse shpresa jam marrë se nëse më shpëton imani, kjo është fitimi jam më i madh. Nëse më shpëton imani që kjo është fauzi, kjo është fitimi jam më i madh. E dashullazni, me bo këtë dua nuk është nafile, nuk është komoditet. Me bo duan që Allahu me të arrujt imanin, nuk është komoditet. Ditën e sotit me bo që dua është obligim. Mëse me në obligim për i fejs, e tham obligim për i realitetit. Pse? Se ditën e sotit, gjithë që ka në rrethon, nuk është vetëm kundër sjelljeve tona të përditshme, ose kundër moralit, ose jo.
çdo gjë që na rrethon ditën e Zotit është kundër imanit. Nuk ka, sipas disa studiuesve, nuk ka kohë që ka pasën lloje të ndryshme të ateizmit sikur këtë kohë. Ka pas lloje të ateizmit, po s'kan qenë kaq lloj-llojshme. Sot njerëz bëjnë ateizëm trashëgimi vllazni. Sot njëri e fal 5 kohë namaz, edhe thot s'ka mundësi trashëgimia që është don Kurani sa është në rregull. Kjo është kufër. Sot njerëz bëjnë ateizëm në çështjen e grave, barazin. Sot njerëz bëjnë ateizëm edhe kanë bërë edhe më herët edhe tash çështjen e gjykimit, hukmit, me ligje të tjera përveç ligjit të Allahut. Domthon aq shumë është shpërndo forma, mënyra ateizmit edhe e kufrit edhe shirkut mesin e njerëzve saqë në çdo temë që është edhe fikut, temë fikut që s'ka sa temë akides, aty njeri mund me rshit edhe me ra në shirk edhe në kufër. Andaj për mundi me pa praktikisht edhe në familjet e juve, një njeri që u quh si musliman edhe nashi s'ka ra si musliman. A nashi nuk e din hiç që ka bu kufër të madh. Nashi ka ra si musliman, nashi kur u quh sabah kur u taku me dikan ka fol diçka që nuk është fjalë e muslimanit, është fjalë jo besimtarit. Andaj me lut Allahun vazhdimisht që me ta forcojë imanin, i cili nuk zbrapset, nuk kthehet, është për lutjeve më të nevojshme që na sot kemi nevojë edhe duhet të i përsërisim në kohën tonë të përditshme. Çdo ditë, sabah, mbrëmje e kështu me radhë. E dyta, wa naime la yanfad. Abdullah Mesudi pasi që ruajti imanin, pasi që e luti Zotin me ruajti imanin që është parakusht për me mri mirësinë. S'mundesh me mri mirësinë e xhenetit nëse nuk e ke mirësinë e imanit. S'mundesh me mri xhenetin e ahiretit nëse nuk e ke xhenetin e dynjas, thotë Ibn Taymi rahimahullah. E nuk ka mundësi me pas dikush xhenet dynjas pa pas iman. Për këtë arsye, disa prej studiuesve musliman, pedagog, thonë që imani, besimi në zemrat e njerëzve është një prej shkaqeve kryesore me sjell lumturinë e njerëzve në këtë botë. Për arsye se zemra ka nevojë për një fortifikat të madhe, e cila nuk lëviz. Pse njerëzit sot nuk jetojnë shumë për njerëzve të lumtur edhe pse kanë pasuri, se kanë dyshime me dyshje të vazhdueshme, dyshime në pasuri, dyshime në tarmën e tij, dyshime në familje, dyshime çka po ndodh me luftat globale, dyshime, edhe ai jeton nëpër këto dyshime. Ai kur s'mund më koni qet. Për këtë arsye kur s'mund me shiju lumturinë, edhe kënaqësi. Imani ta jap çet mundsi. Me shiju kënaqësinë edhe lumturinë këtë botë. Dhe është parakosh për me shiju kënaqësinë edhe lumturinë edhe mirësinë në botën tjetër. Për këtë arsye ka hundën o Zot lut të ma japësh mirësinë e cila nuk përfundon. Jo e cila përfundon. Krejt dynjas që janë përfundojnë. Këtë dynjas që janë mirësitë edhe të kënaqësitë këtë përfundojnë. Çdo send që është në xhenet është e pafundshme. Çajo është mirësia tamam. Çajo që përfundon. Për këtë arsye Ibn Jauzi e ka një fjalë interesante. Thot, njerëzit sikur t'i shkojnë bota e ardhshme, ahireti, kur gjan to hiç, e shkatrume, shterp, e vdekur për nga të mirat, edhe dynjaja me kita të mirat pa asnjë mangësi, pa asnjë mërzi, pa asnjë problem, thot prap njeri i mençur kish më dhon përparësi ahiretit se sa dynjas. Por arsye se atje s'ka përfundim, kurse kjo ka përfundim. Çdo sa që ka përfundim, se krahason me ata që s'ka përfundim. Thot kurse e kundërta është realiteti. Ajo është edhe e vazhdueshme, e gjithmonshme, po të njëjtën kohë edhe mirësitë e ahiretit nuk kanë krahasim me mirësitë e dynjas. Andaj çatja është mirësia. Çatja është naimi i cili nuk përfundon. An-naim alladhi la yanfad. Naimi i cili nuk përfundon. Për këtë arsye edhe pejgamberi sa shka thot për Lebidin, poetin e njohur që e ka pranuar Islamin. Ka thonë asdaqu kalimatin qawlu sha'ir Lebid. Ela kullu ma siwa Allaha batilu. Çdo sen jashtë Allahut është e kotë. Çdo sen jashtë Zotit është e kotë. E pse në xhenet çdo sen është e mirë, për arsye se është prej Allahut direkt. Allahu ka përgatitur special ata. Për këtë arsye është e pafundshme dhe është
e pakrahasueshme me mirësitë. Pastaj e ka përdorur edhe shprehjen tjetër, wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Dhe çdo mirësi s'ka dyshim se ka me përfundu. Në disa transmetime thuhet që pejgamberi ka përmirësu, në disa transmetime thuhet që Uthmani ibn Mad'uni e ka përmirësu, i ka thonën ke dhabte illa na'im el-janna. Ka thonë nuk i ke thonë të vërtetën, nuk i ke thonë drejtën, ke gabu. Këtë poezi e ka thonë para se më bëu musliman, pastaj është bëu musliman, mirë po ka thonë ke gabu në këtë pjesë, nga se mirësia e xhenetit nuk përfundon. Është e vërtetë si mirësia e dunjas përfundon. A mirësia e xhenetit s'përfundon kurrë. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu pastaj lyp prej Allahut më dhon mirësinë e cila nuk përfundon. Edhe s'ka pas nevojë me cik cila vllazni. S'ka pas nevojë cila. Mirësia e cila nuk përfundon. Është aty ku s'përfundojnë gjërat. Mirësia që nuk përfundon, gjendet aty ku nuk përfundojnë gjërat. Aty ku përfundojnë gjërat, çdo sen përfundon. Edhe e mira, edhe e keqja, edhe çdo sen. Aty ku nuk përfundojnë gjërat, aty tani është tjetër matematik. Pastaj thot dhe të lutem o Zot që të më mësosh që ta shoqëroj pejgamberin zazam në xhenetin më të lartë të përjetësisë. Me lut Allahun me të bëpi banorëve të xhenetit është mirë. Po me lut Allahun me të shoqëru, me të bësh shoqërues pejgamberit sa në xhenet është më e mira që ka mundësi me mri njërin në xhenet. Për çfarë arsye? Për arsye se pejgamberi sa ka thonë lutni Allahun Firdausin, nga sa ajo është a'la al-janna. Ajo është xheneti më i lartë. Prej aty burojnë 4 lumejt e xhenetit që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E aty është pejgamberi alayhis salam. Te Firdausi, te veni më i lartë. Abdullah ibn Mesudi nuk ka mjaftu me lut Allahun veç me çemi banorëve të xhenetit. Po e ka lut special, mas së lutës përgjithshme që me shiju të mirat e xhenetit, pastaj më të mirën e këtyre të mirave është me qenë pejgamberin alayhis salam. E më e mira këtu është me pa Allahun në xhenet që shkon hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur jemi pejgamberin sa në xhenet, pastaj çdo e mirë tjetër e xhenetit mas shikimit të thyrën e Allahut nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Ti kënaqesh me to, po krahasim është shumë e vogël. Për këtë arsye është thënë që e ka thonë Imam Shafiu, nuk e di nëse e ka thonë, nëse nuk e ka thonë, që kur e kanë pyet për me përshu xhenetin, ka thonë në të është i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe kënaqësia me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që s'kan mujt muslimanët me pon këtë dynjë dhe mu kënaq duke ndajë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nëse arrin me qenë në xhenet, atëherë kanë me pas këtë kënaqësia është kënaqësi mbi kënaqësi. Kurse kënaqësia e shikimit fytyrës së Allahut azza wa xal, kjo është kënaqësia e cila nuk ka mundësi me u përshkruaj. Madje subhanallahu me gjithë mirat që i kanë banorët e xhenetit në xhenet, kur ta shohin Allahun çdo të premte, siç ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur kthehen te shtëpia në familjet e tyre, pasi që e kanë po Zotin, ju jepet një pamje më e bukur që se kanë pas asnjëherë. Edhe një kënaqësi më e madhe që se kanë shiju asnjëherë, me gjithë kënaqësitë që i kanë të vazhdueshme xhenetit. Por këtë arsye Ibn Taymi rahimahullah e thot një fjalë shumë goditse. Thot nuk ka kënaqësi më të madhe të kësaj bote sesa me qenë i kënaqur me Allahun. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe të botës tjetër sesa me shiku në fytyrën e Allahut. Këtë botë me qenë i kënaqur me Zotin, me zemër, me shpirt, dhe në botën tjetër me ta mundsu Allahu me pa. Kjo është kënaqësia më e madhe e xhenetit. Me qenë pra, me lut pra Allahun azza wa xal me ta mundsu me hyrë në xhenet, edhe me lut Allahun me ta mundsu me qenë Firdaus me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, janë dy lutje që e tregojnë zellin e njerit. Ajo që është më e larta e tregon zellin e muslimanit që me mritë Allahu atë që ka mundësi me mri më shumë ti. Andaj është edhe udhëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kur ta lutim Allahun me lutën atë më të lartën, Firdausin, nga se Allahu për Allahun asgjë nuk është e pamundur. Dhe Allahu jep më shumë se ç'o robi kërkon prej tij, dhe Allahu dhuron më shumë se sa robi mendon se e ka arrit me lutjet edhe me kërkesat e tij.
Andaj dashur vëllazëni, kjo është këshilla e Mesudit që është për mbledhje ndoshta e këtë ligjëratave të tij deri tash, ose këtë këshillave të tij që i kena marrë deri tash 29 këshilla. Këshilla përfundimtare është me lutën Allahun me na rujt imanin. Me rujtën Allahun me na rujt imanin edhe me rujt na vet. Mos më bëj sebeb që me e shti imanin nëpër vende ose vetën tonë që ka mundësi me u lëviz edhe me u lëkund imani, dhe me lutë Allahun që me na përgëzua dhe me na kënaq me të mirat e xhenetit që s'përfundojnë asnjëherë dhe me më të mirën e gjërave në xhenet që i kemi brenda në xhenet, e që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me u kënaq me shokët e tij dhe me familjarët tonë edhe me gjithë muslimanët që Allahu i begaton me xhenet. Allahumma amin. Allahu di mas miri. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.